Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që po na ndjekni e takojmë bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar. Me neve në studio profesor doktor Shefqet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fillimisht do të dëgjojmë bashkë një këshill nga profesori të nderuar dëgjues, më pastaj do t'ju mirëpresim juve në 044 1566614. Mund të na telefononi direkt, por edhe të na dërgoni SMS pyetje në po të njëjtin numër. Por dëgjojmë fillimisht profesorin. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المغرم والمأثم اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين فلندريم الله مضروار تبارك وتعالى Zotin ton dhe të gjithësisë, Zotin e kësaj bote dhe botës tjetër të gjithë mëshirshmin, mëshirbërësin, sunduesin e ditës së gjykimit, la ilahe illallah, gjykatësin suprem të asaj dite të madhe. E ka thonë Allahu Azza wa Jall gjykatësin e ditës së gjykimit, e nuk ka thonë gjykatësin e kësaj dynjaje apo sunduesin e kësaj dynjaje, sepse në këtë dynja ka plete për plete gjykatës, por ka dhe sundues politik, të cilët i udhëheqin vendet e ndryshme të kësaj bote që nga fillimi i dynjas, ashtu siç ka gjykatësa të lloj-llojshëm në çdo kohë dhe çdo vend, të cilët gjykojnë me drejtësi e herë pa drejtësi, të cilët gjykojnë në mënyra dhe forma të ndryshme. Por në botën tjetër, asnjë prej tyre nuk ka asnjë grimcë pushteti. Atje drejtësia dhe gjykimi absolut dhe vetëm është në dorën e të madhit Allah Azza wa Jall, ndërsa ata që gjykohen janë krejt krijesat e Zotit, në klapa, njerëzit dhe xhennet. Prej Ademit alayhis salam deri tek njeriu i fundit. Po ashtu edhe xhennet do të llogariten për veprat e tyre. Ndërsa gjykatës është i vetmi Allahu Azza wa Jall. Atje nuk do të ketë prokuror, nuk do të ketë as avokat. Atje nuk flet as kush pa lejen e të madhit Allah, se cilët i ka plan friga dhe derti i vet, gajlet e veta. O Zot, çka do të bëhet me neve? Se cili ka dertin e vet edhe thot për vetveten e vet, nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Në atë ditë të madhe ikë dhe largohet Ibrahimi alayhis salam prej Ismailit dhe Ishakut. Atje largohet Isa prej nanës së tij Meriemës. Atje largohet baba nga biri, e vllau nga vllau, e nana nga e vladi, dhe secili njeri i ka gajlet dhe dertet e veta.
ditë e të merët, ditë e randë, ditë e vështirë. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Këtë e përshkruan i madhi Allah Azza wa Jall në shumë vende në Kur'an për mesin e tyre dhe këto ajete që u lexuan. Atë ditë kur ik njeriu prej shokut të tij, prej vllaut të tij, prej mikut të tij, prej nanës së tij, prej secilit ik, sepse secili ka të lashe dhe ngarkesa që ka i mjaftojnë. E ka frikë se nëse rën me nanën, e nana me vladin, e vlla me vllaun, e miku me mikun, mos përjashton edhe në i gajle, në i siklet halemat madhë. Ndaj secili njeri ik. La ilaha illallah. Në këtë dynja, njerëzit kur janë siklet dhe në frikë të madhe, bojnë tërë të njani tjetëri. Ndërsa në ditën e kiametit, ik për njani tjetërit. Ik, por s'kan ku me ik, ka me shku njerëzit. Vëllezër dhe motra, kudo që jeni të nderuar dhe të respektuar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Selami fjale ambel dhe fjale shtrejt. Selamin i adha Ademi alayhi salam, fjalen e parë që Allahu Azza wa Jall kur Ademit i afriu shpirtin në trup dhe Ademi i hapi syt. Allahu i tha, qka qatë grup që atje që i peshe, me laqesh, thuje selam aleikum. E Ademu afru tha selam aleikum, ato i thanë wa aleikum selam wa rahmetullah. Dhe kjo ishte fjalia e parë në tokë të Zotit, përshëndetja e parë, selami, i cili ka vazhduar gjatë gjithë historisë, derisa edhe në kohën e Ibrahimit, me laqet i thanë selam Ibrahimit, kur erdhen me përgëzue për birin e tyre Ishakun, se Zoti pëdon me gëzu atë plak që i kishte kaluar të 80, po edhe gruneve të Sarën, që atë afer diku ishte me mosh, se Zoti pëdon me ju gëzue me një fëmijë që emrin do ta ketë Ishak, bile sa t'jeni gjallë, këni me nëzan edhe një nipt juvin me emrin Jakob. E Ibrahimi u aktheu selamin. Selami ka vazhduar dhe në kohën e pejgamberit, e pastaj është bërë edhe pjesë e shariatit ton, legislaturës ton, dhe do të vazhdoj deri në kiamet, edhe në xhenet me lacet në përshëndesin me selam. Me selam. La ilaha illa Allah, kur jemi në ditën e gjykimit të dëruar vëllezër dhe motra, shkojmë të ura siratit, pasë që të kemi kaluar një kohë shumë të gjatë dhe vështërsi të shumë të në ditën e kiametit, duke filluar nga ringjallja i të merri madhe, deri tek fillimi shefatit pejgamberit alayhi salam për të filluar Zoti llogarin. Pastaj shpërndarja fletushkave se cilit njeri veç e veç, kujt nga djathta, kujt nga majta. Pastaj llogaria la ilaha illa Allah, edhe cekëm më lartë javën e kaluar se llogaria njerëzit si mbas llogarisë ditën e gjykimit ndahen në 4 lloje. E lloji i parë dhe i dytë lumt ata për veten e vet, e i tretë të mirë ata pjesërisht, e i katërti mos zëma keq për ta.
Dhe pas llogaris vije koha për me nda shapin pe i sheqerit, që që thët populli dhe njerëzit me lshue vend të bimin mahsherën. Atë janë përkosisht, dohet atë vend me lshu. Por ku me shku? Ku me shku ka mja majt? Ka të naqojnë. Ka të naqojnë, ju ku domi ne, por ku të urdhrohen me lachet me na dërguen neve. Para nesh është Gjehenemi në atë vend të bim, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati matwiyatun bi-yamini. Atë ditë kur ajo tokë do të shndrohet në një tokë tjetër, në të cilën nuk ka lumenje dhe nuk ka lugina, nuk ka male, nuk ka kodrina, nuk ka pemë, nuk ka fryte, nuk ka ujë, s'ka asgjë. Asnjë hije kond në atë sipërfaqe të tokës nuk gjendet. E pastaj rreth asaj toke sillet Gjehenemi. وجيء يومئذ بجهنم. Atë ditë pa thati madhi Allah në suratul Fajr, sillet, tërhiqet Gjehenemi. E pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam në hadith të vërtet ka thanë, në ditën e gjykimit, me laqet e Allahut azza wa jalla sjellin Gjehenemin e tërheqin zhagazi. E Gjehenemi ka 70.000 litar. Për çdo litari e kapin nga 70.000 me laqe. 70.000 litar. Për çdo litari e tërheqin nga 70.000 me laqe. E tërheqin zhagasi, zhag, dhe sjellin Gjehenemin rreth atij vend të bimi mahsherri që janë njerëzimi. La ilaha illallah. La ilaha illallah, çka ka krijesës Zotit të shofin Gjehenemin, o Zot, ka gurguron e kalshon Zot mërshëm. E pastaj, kur kryhet llogaria krejt, vije koha munda njerëzit njëri prej tjetrit. Me shku se cilin shtëpinë e vetë të cilin ja ka caktuar madhi Allah dhe për të cilin kanë punu njerëzit këtë dynja. Për gjërave të cilat kanë me i përjetue muslimant është edhe ura e siratit. E ne ehli suneti dhe gjemati pasus të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam besojmë se sirati është hak, ura e siratit është e vërtet. Është një urë e cila vihet apo vendoset mbi Gjehenem, pasi që se shtam vend të bimi jonë është i rrethuar me Gjehenem, e vetmja rrugë për me kalu Gjehenemin për të tina është ura e siratit. Nuk ka rrugë tjetër, nuk ka urë tjetër. Vlen të ceket sa ata të cilët do të ofrohen tek ura e siratit për ta kaluar siratin, do të jenë vetëm muslimanët. Ndërsa jo muslimanët, e bashkë me ta edhe hipokritët, munafikët, nuk do të afrohen fare të ura siratit. Por tërhiqen zhagazi në Gjehenem nga vend të bimi i tyre pas llogaris. Ndëgjën të madhin Allah, se çka thot Zoti për ta në suratul Qamar. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Ditën kur me fytyrat e tyre
do të tërhiqen zvarr në zjarr. Vuaj në dënimin saqar është një emër i një xhehenami. Ndërsa për besimtarët e madhi Allah Tebareke wa Ta'ala thot: Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dhe nuk ka asnjë njeri prej jush që nuk do t'i ofrohet xhehenamit. Ky ofrim, ky kontakt i xhehenamit është vendimi i kryer i Zotit tënd. Ai punë është e kryer, secili prej nesh do të ekspozohet, do t'i ofrohet xhehenamit. E çka bëhet? Po thot Allahu, pastaj do të shpëtojmë ata që ishin të ruajtur nga mëkatet, ndërsa zullëmçarët do t'i lëmë atë të gjunjëzuar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, nuk ka njeri që nuk do të ekspozohet xhehenamit, që nuk do të ofrohet xhehenamit. Pra çdo besimtar do të ballafaqohet me xhehenem. Do të ofrohen muslimanët tek ura e siratit. Por do të kalojnë atë me emrin e Allahut. Do të kalojnë atë urë me emrin e Allahut. Allahu na bëf prej tyre, ja Rabbel Alamin. Përpas atyre që është caktuar aramja në xhehenem dhe vujtja e dënimit, aq sa don Allahu. Por që më vonë do të dalin edhe ata e do të futen në xhennet. Të gjithë besimtarët e jamësyn urës për të kaluar, por jo të gjithë arrin të kalojnë atë. Nga se një numër i tyre jo i vogël bin poshtë nga ura në xhehenem. Poshtë urës është xhehenemi. Pra në xhehenem bie një numër i besimtarëve, i muslimanëve, por që janë gjunaqar, që janë mëkatar. Pre atyne që dënë Allahu Azza wa Jall, mas me i falë, por dënë me i dënu, sepse ne e dim që Allahu ata që kanë vdek me gjënahet më dha, në pjesë tyre i falë Allahu ata që dënë, e në pjesë tyre që dënë nuk i falë, por i fut në xhehenem me vuajtur dënime sa të dënë Allahu, dhe ja këto është vendi dhe koha kur ata bie në xhehenem njën nga një. E ata që bin xhehenem, që kanë bërë gjënahet më dha prej muslimanëve që Allahu po dën me i dënu, ata i tërhiqin me laqet e Allahut nga ura poshtë, me laqe këto të cilat qëndrojnë pranë urës. E nduart e me laqeve ka grepa, ka rema, me të cilët i kapin dhe i ngrehin poshtë ata njerëz që Allahu dën me ranë xhehenem dhe prej urës këcejnë bin poshtë në xhehenem, sepse Allahu nuk u jep leje me kalu urën e siratit. Çka do të thotë se njerëzit në xhehenem të dashurit e mi, Allahu na ruaj prej xhehenemit, ja Rabbel Alamin, njerëzit në xhehenem hynë nëpërmjet dy mënyrave. Dhe këtë mbani mend. Njerëzit në xhehenem futen nëpër dy rrugë apo në dy mënyra. Mënyra e parë apo rruga e parë është drejt prej vend të bimit mahshirit që e cekun pak më herët. Ata as që afrohen të ura e siratit, e që janë jo besimtarët dhe bashkë me ta edhe munafikët, tërhiqen zhagazën e xhehenem. Ndërsa grupi i dytë i xhehenem live, Allahu na ruaj edhe prej tyre, ja Rabbel Alamin, janë ata njerëz të cilët futen në xhehenem nga ura e siratit, afrohen të ura, po sa e fillojnë me kalu urën, tërhiqen dhe bin poshtë në xhehenem, që thash i ngrehin me laqet, me karrema poshtë xhehenem, e që këta janë i numër i besimtarve. E natyrisht se nuk janë të njëjtë ata dhe ata, nga se dallim i madh mes atyre që do të jenë në xhehenem për gjithmonë dhe mes atyre që do të jenë në xhehenem përkohësisht. E ne bëjmë dua dhe lutem të madhin Allah që të na bëj haram Zoti xhehenemin, ja Rabbel Alamin,
neve, e prindve tanë, e prindve tanë, e familjeve tona, e pasarzëve tanë, dhe të gjithë atyre të cilët me zemër besojnë dhe me gojë deklarohen se la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, dhe se Islami është hak, e Kurani është hak, e xheneti është hak, e xhehenemi është hak, citapet librat e Zotit janë hak, kadaja dhe kaderi është hak, dhe se njerëzit kanë me dalë para të madhit Allah Azza wa Jall. Pastaj, njerëzit të cilët e kalojnë këtë orë, e që do t'jenë shumë sigurisht, Allah në bë prej tyre, ja Rabbi, e kalojnë orën e siratit, si mbas veprave të tyre që kanë bënë këtë dynja. Dikush e kalon këtë orë të siratit si vetima, e dikush e kalon këtë orë të siratit si era, pra në shpejtësi të erës, e dikush e kalon si kurse një kalers kur vrapon me kali, e dikush pak më ngandal duke hecur, deri sa dikush e kalon zhagazi dhe deri tek i fundit do në mërzue, qohet e hobjen ka pak e qohet e menzi, zhagazi, zhag, arrin me kalue orën e siratit. Duke kalue orën e siratit, njerëzit i kaplan një frigë e madhe. E t'ysh mes vet kaplu friga, kur nuk e ketë sigurt, apo shpëton, apo po bjen në xhenem. Qysh mas vet kaplu frigë e madhe, kur ky çast është edhe çasti apo vendimi final, sa do të futesh në xhenem, a do të bish poshtë, apo do ta kalosh orën e siratit e më shpëtue për gjithmonë. Sepse ai i cili e kalon orën e siratit, për të mu kriz nuk ka nga sa i para, e ka vetëm xhenetin. Muadh ibn Gjebeli, sahabi i bekuar, kur jemi të ora siratit, pa më kujtohet tash për momentin, e ka thonë një fjalë të ëmbël edhe të mirë. Mos ja bëve të rash, mos u qetësa, derisa ta kalosh orën e siratit. Kur ta kalosh orën e siratit, që atëherë kete drejt me thonë, që tash pe di që nuk ka më brenga dhe mërzi, e lodhje, e rrezik. La ilaha illallah. Dej sa ta kalojmë orën e siratit, nuk kemi sigurt as gjë. Pra njerëzit i ka plan frigë madhe në këtë orë të siratit, para kanë xhenetin, pas e nënte kanë xhenemin. Nga kjo frigë madhe që i ka plan njerëzit, duke kalu këtë sirat, gjithaj njeri që është aty, dhe kush me goj, za nuk qëtë. Dhe vetëmit ata të cilët flasin, janë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, të cilët luten se cili pejgamber për ummetin e vet, për popullin e vet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtet: sillet ora e siratit dhe vendoset mbi xhenem. Unë jam i pari i cili e kaloj atë orë. Unë jam i pari i cili e kaloj atë orë. Dhe po ashtu me imetin tim, edhe imeti jonë është i pari. Dhe nuk ka njeri që flet atë dit illa rrosulu për pas pejgamberve. Tjertë nuk flasin. E qka flasin, qka thonë ata? Thonë Allahumme sellim, sellim, o Zot shpëtoj, shpëtoj. Bojnë doa me shpëtu Zoti ummetin e vetë, se cili pejgamber. La ilaha illallah. Për më afrua pak ma shumë këtë form logjikën tonë, se kurse një pres, apo se kurse një prind, apo se kurse një mësues, apo se kurse një komandant, thuj si dush, i cili ka lënë një provës, ka po një lëmë, ku
ka mundësi me se pas kujdes me rante dhe të mërë lumi. Dhe mbilë me kanë vendosë, e kanë improvizu një urë militar, apo me ndo një drua diqka, që shndodhë në për rastet të ndryshme. Aje ka lënë i pari, por nuk është i qetë deri sa ta ka lënë edhe i fundit. Sepse, sikur se i ka emanet, të gjitha ta ushtar, apo nëzënës, apo miq, apo që i ka për mas. Edhe pejgamber të Zotit e kalojnë urën, por nuk janë të qetë, deri sa të kalojnë ymjetet e tyre, natyrisht ata të cilët të kalojnë. Sa përket urës e Siratit, që flitet në popull, sa jo urë është më e hollë se sa qimja e flokut dhe më e prehtë se sa tehu i shpatës, kjo cilësi për këtë urë nuk ka ardhur në hadithe të vërteta. Por në disa gjurmë të sahabëve dhe të gjeneratave të hershme. Se që është fjala Ebu Said el-Khuderiut, këti sahabiju të bekuar, i cili thëtë: kam dëgjuar se ura e Siratit është më e hollë se sa qimja e flokut dhe më e prehtë se sa tehu i shpatës. Pastaj Abdullah ibn Mesudi, sahabi tjetër i bekuar, ngjajshëm, ka thonë, sikurse kjo që tha më herët. Kjo cilësi e urës së Siratit është transmetuar edhe nga Aisha radiallahu anha, cila thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka të tillë në kuptim, mirë pa hadithi Aishës rrethtina ka fjalë. Se do që tjetë rreth cilësisë urës, sa është e prehtë, e hollë, e tjerë, rreth saj ka fjalë, anipse është përshkruar në forma të ndryshme nga dietarë të ndryshëm, të cilët kanë folur për këtë urë, si Imam Gazaliu dhe të tjerë. Dësa thonë nuk është larg metë, si Ibn Kathiri thëtë Zoti din, mund tjetë ura e tillë, tamam se që kanë thonë, më prehtë se sa tehu i shpatës, e më hollë se sa qimja flokut. Imam Kurtubiu, një prej dietarëve të famshëm, i cili shumë ka folur për ditën e Kiametit, bile ka një libër të veçantë, pasi që i cek të gjitha transmetimet e cilësisë së urës së Siratit, thëtë: kanë thënë disa dietarë, të cilët kanë folur rreth vërtetësisë së haditheve, se ura e Siratit është më e hollë se sa qimja e flokut dhe më e prehtë se sa tehu i shpatës, se ajo është për qëllim lehtësimi dhe vështirësia e kalimit të Siratit, si mbas punëve të mira apo punëve të këqija. Çka do të thotë? Se ka njeri i cili e kalon Siratin vështirë, sikur me ecën nëpër tet të shpatës, nga se nuk ka qenë vepër mirë sa ka qenë në këtë dynja. Por jo të gjithve ju duket kështu vështirë, sepse ka nga ata që e kalojnë atë urë së shpejtësia vetëtimes, duke mos e marrë vesh fare vështërsinë e asaj ure. A në realitet, cilësitë e saj sakt nuk i di askush pas Allahut. E është tradit e punës së vështirë që ne të themi është e hollë. E është sjellur shembull si qimja e flokut për nga hollësia e saj. Kështu thot, apo vështirësia e saj, kështu thot Ibn Kurtubiu, Allahu e pasmëshiruar. Them unë, këtë mendim e forcon edhe atë që e cek Imam Bejhakiu, Allah e pasmëshiruar, duke transmetuar nga disa selef se kanë thonë, na kanë ardhur lajme se Sirati do të jetë ditën e Kiametit, dhe se ai apo ajo urë është urë mbi Xhehenem, ku për disa njerëz do të jetë më e hollë se sa floku, ndërsa për disa të tjerë do të jetë sikur shtëpia e gjerë, apo sikur se ndonjë luginë e gjerë.
Ibn Rajab, dietar tjetër i vanshëm, në lidhje me këtë thot: ka thonë një Sahel et-Tastariu pe ulemave të vjetër, e kjo është tepër me rëndësi çka ka thonë ky njeri, ati që ngushtohet siratin këtë dynja, ati që ngushtohet tariqul mustaqim në këtë dynja, do të zgjerohet në ahiret. Ati që zgjerohet në këtë dynja, do të ngushtohet në ahiret. Ibn Rajab kur e shpjegon këtë thot: qëllimi i kësaj thënie është sa i cili ngushton vetes së tij në këtë dynja, duke pasuar urdhëresat dhe duke shmangur ndalesave, e që është përqendrimi i drejt në rrugën e Allahut, në tariqul mustaqim apo në siratul mustaqim, pra nuk jep vetes liri absolute në këtë dynja çat makana me vepru, por jo edhe pse makana nuk bën se kjo është halal e haram, apo edhe pse nuk po makana prap ka me bo sepse kjo është farz obligim, pra e përkufizon vetë në këtë dynja sipas ligjeve të Zotit Gjellëshanuhu Tabaraka wa Taala, pra ngushton deri diko, shpërblimi i tij në botën tjetër do të jetë me zgjeru ura siratit. Ndërsa në të kundërtën ai i cili zgjeron vetes këtë dynja, shtot populli ja bën vetes verë, i jap liri të plot epsheve të tij, egos të tij, unit të tij, krejt që ka t'ja kana e vepron, pra e ka zgjeru, e ka lëshu shumë këtë dynja, nuk e ka dërë për dyshime, për ndalese tjere, personit të tillë do të ngushtohet sirati në ahiret, atë sa ka qenë larg rrugës së Zotit në këtë dynja. Dhe Allahu alem, kjo ja bën më së afër me kujtoj Zotit dhe më së miri, por si do që t'jetë të dashurit e mi, ura siratit është hak, që cekëm në fillim dhe është pjesë e pandashme e akides e besimit të ehli sunnetit të muslimanëve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri tek one këtu dhe na që jemi këtu dhe do të vazhdon deri në ditën e kiametit ta besojnë muslimanët se ura siratit është hak dhe është e vetmja urë për ta kaluar xhehenemin. Allahu ne forcoft kamtën sirat ja Rabbel Alemin, e ne mundsoft me kaluat sirat si vetetima ja Rabbel Alemin, e ne boft haram dënimin e xhehenemit e dënimin e varrit ja Rabbel Alemin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi Rabbil Alemin. Faleminderit profesor, të nderuar dëgjues, do të bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio ku ju mirpresim me pyetjet e juaja, ju qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio të nderuar dëgjues, po vazhdojmë emisionin, tashmë telefoni qëndron i hapur dhe ka arritur dëgjuesi i parë, do ta mirpresim atë. Alo. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum në studio për hoxhën edhe për këtë besimtar që dëgjoj këtë emision të shkëlqyer. Kam një pyetje që më shqetëson, se kom studiu me vite të tona. Ka fjala kështu. Shkon hadithe që ardha Imam Mediut ka vepru bereqet ata shumë Allah. Po gjëra të që njerëz kanë qenë shumë më të lesh. E si bazë studimit tim, në qoftë i shkoni në gjumë e vëmendje, në qoftë 50% e ekonomistë, e GDP-së botnore, orientohet ka shëndetësia dhe përjetësia, edhe arsimimit 51% apo ma shumë i tërë globit për shëndetësi dhe përjetësi, dhe televizionet, 51% të emisionet televizione për shëndetësi dhe përjetësi, besoj që të gjastia njëzve kishë më zgjatë shumë, apo po thuj se që kjo është fjala Allahut që do të kalojmë në përjetësi duke filluar nga çka reformë. Çfarë do të ndonjë hoxhë nderuar? Më sa duket u shkëput linja por është tek qartë. Po. Allah shpërblet, faleminderit. Ardha e Mehdiut është prej shenjave të mëdha
të kiametit është vërtetuar me 10 hadithe, është pjesë e besimit të ehle sunnetit, e pastaj prej gjërave që të ndodhin në atë kohë, është edhe bereqeti i madh që do ta përfshin këtë glob, këtë tokë. Por bereqeti i madh fillon me kohën e Mehdiut, por avancohet dhe del në pah më të madhe në kohën e Isaut alayhi salam. Sepse Mehdiu fillon një mision gjatë rrugës të këtij misioni zbret Isa alayhi salam. Dhe Isa e merr udhëheqjen në dorë. Çatëherë ka në hadith të gjatë pejgamberit alayhi salatu wassalam, Zoti shënëshi shumë të bereqet shumë. Toka çka ka të mirë që e ka në gjirin e saj brenda qëtë jashtë. Në atë kohë, një kokër grur duhet jetë sa një bërtha me një hurme. Në atë kohë, me një të milën të një deve, ka në hadith, për të theme dhe lopes për vendet tona, pinë tamel një fes një kabile. Në atë kohë, asë një njeri në këtë dënja nuk mbetet fukara. Jetoj njerëzit në lukse shumë të larta, standard shumë të lartë jetës, që s'kan jetu asë kush më parë. Por kjo nuk zatë shumë arë Allah. Nuk zatë shumë la ilaha illallah. Sepse vinë shenjat e tjera të kiametit. Se kurse lindja e diellit nga perëndimi. E kur ta shohin njerëzit lindjen e diellit nga perëndimi, aq shumë ftofen prej dënjas, sa që nuk mbetet njeri në tokë të Zotit që nuk pendohet, por se pranohet pendimi. Ftofen prej dënjas, nuk tin knaci dënjas, sepse shofen që dënja janë të sosën të hargjun. Të hargjun. Allahu në zgjet hajrin, e nuk e dim kur jena e dit, edhe sa është larkë, sa është afer, por këto e nësane që i nga ka paralemru pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e shumë prej tyre shenjave dhe ndodhive që të ndodhin në fund të dënjas, neve që kemi cekur në librin ton shenjat e kiametit. Zotë e din më së mirë, Allah na mëshiroft. Po. Amin. Duket kemi sërish telefonat, alo. Alo, selamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam, urtrani. Hoxha në kom dëgju që njëri ku të kënën e zani më në të, në më thonë, me përfundu bukën, nuk dhe më thonë më njësë me njëherë për xhamin. Po më intereson si lidhet kjo me atë hadithën e pejgamberit alayhis salam, ku thotë arsyetimi për mos më shku në xhami është vetëm sëmundja, dhe më thonë edhe frika. Po më intereson si lidhen të dyja, mos kom kesh mos nuk po më në kuptuar ato që dohet. Edhe pyetja e dytë është kom problem me lukth, kom killën lukth, dhe më thonë lukthim hen nga bzherr, edhe kom mundimet në vaja. E deshta më shku me bo hijamën,
Desha mi pyet në cilën vend ma preferoni me bo hijamën edhe me cilën datë, se kom 117 është mas mirëti. Selamu alaikum, rahmatullah. Aleikum selam. Sa përket hijamit, kisha këshillu në bojt ata që në mjek. Sepse hijami është lloj operacioni popullor, por me gjithate i takon shkencës së mjekësisë. Çka ka të bëjë krejt me shëndet, i takon shkencës së mjekësisë. Ata e dinë më mirë se sa ne. Janë më ekspert se sa ne. Këtë fushë. Ndërsa sa i përket pyetjes para, ajo është fushën tonë. Nëse jemi duke marrë buk dhe zani thret, ne nuk kemi nevojë të ngutemi, dal nga dal. Le të vanohemi për namaz. Po dhe le tik namazi krejt. Mos u ngut. Nëse je të hongër buk, mos u ngut. Vetëm nëse e ngi, atëherë ngotu me nza namazin. Për ndryshe, mësele buken qësë. Ti ki hak edhe ndaj shëndetit të, ndaj barkut të. Kemi hak edhe ndaj Zotit tonë, që është namazi, për kemi hak obligim edhe ndaj vetvetes tonë, e që është buka, barku, gjumi, pushimi, relaksimi e të tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nëse afrohen bashk për atë njëjtën kohë, namazi yatsis për dhe darka për buka, jepe përparësi bukës. Jepe përparësi bukës. Ha, s'ka tërt. Nuk ke hinë gjëna nëse në këtë rast nuk shka në xhami. Apo nuk më në nxanë recatën e para dyta. Jo, sepse me ëzërje, me arsye i. Më sëngot. Ndërsa atje hadithe tjera që thojnë se që ceke për fund të arsyeve, ato janë kur njeriu pa arsye nuk shkan xhami. E që veprojnë, ashtu veprojnë shumë njerëz. Kur nuk e nxanë, për çfarë del xhami? Dërsa kur e nxanë si punë e bukës, punë e smujës, atër mundesh me falë në shtëpi. Allahu të rrugë, po. Kemi prap telefonat, alo? Alo, apo na dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Urdhro? Alo? Po, jeni direkt në emision urdhro. Selam aleikum. Aleikum selam. Urdhro. Desha të përshëndes ju dhe hoqën të nderuar, shumë të respektuar. Po ta një qare nashte dhe një pësitje, se të përmësit. Po, urdhro. Ka përësit në rritën, të të namaz, që li në namaz, të të dhejta si namazit të të lejnë, në në kumë natër. Pas qëtë me ditë se në shkonë, në shkonë se nga bimë, ose në pëndajtër unë e të të thonë se e tive që rëtive zhveshtë. E para, e dita, të se të prisur, që se unë e ndëgjë një politikë si në të hujë. Edhe moj men ato, për të po shumë tisë muët për një të tikje, më tanë. A kam trekën me zonat politikje, ose një tonën kisha preferu ngërë, cila të hojë nëse ngërë, dojnë një tutë në të vetë këtë politikje, që shumë kushit e taj, po përkej një ngërë zonat, ka në ere ma shumë gjenë fjolla e tjestit, për shambull, se sa një monale me ngu një legjerati kojnë afrejtoj, për shambull, ka shumë mrasë, se shumë ka po vaksin muhe, po që në reshën politikje. Ka një mirë unë i tishëm, një mirë i tjesë, po më ndojë që unë e pëse falëm, sa shmoj në ditë shka. Edhe një pyetje po të prej hëzës, mos gjenet.
Jam në fjalë? A i keni të qartë pyetjen? Fundin po, është të fundit mora vesh. A mirë, unë këto dy tjerat po, të fundit nuk e kuptova. Mirë, faleminderit shumë. Përshëndesim çdo të mirë për ju. Atë profesor, në fundit për filloj fundit tha ku e xhenami. Unë nuk e kuptova pyetjen. Po ku e xhenami, ty bën e di. Nuk e di ku e xhenami, e as kush nuk e di ku e xhenami. Pyetja si pyetje është me vend ku e xhenami. Po shtë edhe këtë ku e xheneti. Xheneti është mbi qiellin e 7. عندها جنة المأوى كثن الله në surën Najm kur pejgamberi alayhis salatu wassalam u ftua mysafir të Zotit mbi qiellin e 7 dhe shkoi qiell pas qiellit deri në qiellin e 7. Allahu mes tjera shpëthot atje lart është xheneti. Mbi qiellin e 7 është xheneti. Po xhenami ku është? Për xhenam ulemaja kanë dhënë shumë mendime. E të gjithë fund kanë thënë Zoti din më së miri. Sepse nuk ka diçka të prejnë në këtë mesele. A është në fund dynjas, në thelb tokës, në bërtham tokës, a është edhe e lartë mbi qiell, e tani sillet në ditën e gjykimit, në vend të bim, vetëm Allah Azza wa Jalla din ku e xhenami, por ehl sunnet muslimanët janë të bindur dhe kanë pjesë të besimit të imanit, shëtsek edhe Imam Tahaviju, se ne muslimanët besojmë bindshëm dhe nuk lehatemi fare, se xheneti dhe xhenemi janë të krijuara. Ato janë të krijuara. Dhe se ato nuk shkatërrohen kur shkatërrohet dynjaja, kur bëhet kiameti, bile ato do të mbesin për gjithmonë edhe pasi njerëzit e futën e tu. Ato janë të krijuara. E pejgamberi, argumentet që janë të krijuara kemi të shumta, ndërto pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në xhenet. E ka pa xhenetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa xhehenamin. E ka pa xhenetin, e ka pa xhehenamin. E ka pa i bekuar. E po mos të ishte nuk e kishte parë, por ajo është. Dhe shumë argumente tjera të cilat tregojnë se edhe xheneti edhe xhehenami janë. Ajo është temë veti, po ne s'mundem me zot më shumë për shkak kohë. Pyetje tjera që pat. Pyetja e dytë ishte çështja e përgjigjes. Profesor thotë nëse unë kam dëgjuar një hoxh duke dhënë një fetva apo një përgjigje për një çështje, nëse dikush më pyet për një çështje të njëjtë, a kam të drejtë me thonë atë përgjigje apo më thonë dëgjoje filan hoxhën? Po, një drejt Allah për këtë drejt me thonë, unë rreth kësaj pyetje që po e bën ti, e kam dëgjuar filanin duke thonë kështu dhe kështu dhe kështu. Po. Qysh edhe kjo është sevap, është me përcjell ilmin, në përcjell dijen, në përcjell dinin, në përcjell fen, kjo punë e mirë shumë, çdo përcjell feja, po. Edhe pyetja e parë ishte çështja e lemzës, një person thotë më ka porosit me pyet profesorin gjithmonë sa herë të hyj namaz deri të përfundoj ton kohën kom lemz. Thotë është bë marak. Unë i kam thënë që tu ka bë ves, thotë po. Edhe çashtu, të thonë se ai tu ka bë ves, pe komplekseve tu ka bë ves, përndryshe nuk besoj që ke kur gjë. Nuk besoj që ke kur gjë. Mund të kesh edhe cytjet shejtanit nga pak, por ti e ke në emrin e Allahut Azza wa Jalla, mëso preokuposh shumë atë meselë, mëso preokuposh shumë. Po. Mirë, derisa të kemi dëgjues në linjën direkte, po filloj me marrë edhe SMS pyetje. Një dëgjues po pyetet a lejohet profesor me dhënë lëmosh apo sadaka me niyet të pranimit të duas? Po. Lejohet.
me dhonë sadaka, me të pranoj Zotit doat, me dhonë sadaka, më të realizu që e dëshire jotja, më të largu që e kader që të ke dropi tina, lejohet me dhonë sadaka, qyshja sadakaja është një derë e madhe, shumë e madhe. është derë shumë e madhe, po. Thot një dëgjuse, selam aleikum, thot jam një motër 25 vjeçare dhe më ka vdek buri, kam mbet me 2 fëmijë, kam vendos me ndejt në shtëpit burit, me qenë thot tashmë jemi të ndarë nga vjehria dhe kunati, mirë po kam presion të vazhdueshëm nga vjehria sepse shpifin fjalë jo të mira për mu. Hala thot nuk e kam kry kohën e idetit, çka kishte me më këshillu profesori sepse jam në hall të madh, thot vjerrit e mi nuk janë as pak fetar, unë s'kam dasht me i largu fëmit prej aty, mirë po thot në një farë mënyrë jam mbështet për murje dhe nuk po di çka me vepru. Allahu qoftë sabër e gajret. E pas më shëru atë burë tonë. E të rujtë Zotë ata fëmijë. E ti bëft hajrit. Sprove rand sot të dush, për nusen, për vajzën e re, në moshën e re, me djek borri, me met, e vej me fëmi. Nuk sha pas qefqit pyetje me ma ba sa jenë kohën e pritjes e i detit e që ke 4 muaj e 10 dit nga dita që t'ka dek burri. Mas 4 muaj e 10 dite kur ti bëjsh që t'ka lënë kjo kohë, na bënd njëjtën pyetje e ne tepëm përgjigjen me emrin e Zot ashtu që shofëm ne, si mbas asajna që ka besojmë që është hajër për ty, në të rrë duke bazohen në regullat në argumentet e fesë islame. Ndaj gjatë kësaj kohë bën sabër, rreq aty ku të kalon Zoti, në shtëpi krye i detin kohë pritjen, e i deti kohë pritja është edhe falë që mbahet zi. Pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wasallam, nuk i lejohet as kujt të mbaj zi për as këndë, për pas mbi 3 dit, nuk i lejohet as kujt të mbaj zi për as këndë mbi 3 dit, për pas për gruan, për burrën e saj, 4 muaj e 10 dit. Gjatë kësaj periudhe gruaja 4 muaj e 10 dit e ka të ndaluar me u shmenkat, me u ly, me u ngjy, me u rregullu, me u vesh me tesha të bukura që veshen nuset mas dite, mas darke, kur dalin dikon. Gjatë saj periudhe motër dojt me hjek nazat prej dore, dojt me hjek vath prej veshve, dojt me hjek zinxhirin prej qafës. Gjatë kësaj periudhe dojt me shmangë edhe parfimeve dhe aromave që janë aromave që të mira, të erave parfimeve. Gjatë kësaj periudhe dojt me nejt në shtëpi ku të kalon burre që aty për pas në raste të domosdoshme që është çështja e mjekime shku te mjeku, apo me shkue me qundu një djalë diko nëse ki, apo nëse nuk ka kusht blen ushqim për fëmijë, për veti me dal me ble. Për ndryshe je mërzit valla për shkejt e nana, e je mërzit valla për shkejt e shoqet, për shkejt e motra. E hajde dalim pak shëtitëm ta hjeku mërzin, vin hallat e motët e lazinja, jo dhe jo dhe jo motër. E jo, ata le t'vinte ti me nejt, nanën tanë ta binte ti me nejt, motra tua le t'vinte ti me nejt, ti nuk bën me dal me shku të këta. Pra, kuptaje, po ta them ty pasi që bëre këtë pyetje për ndryshe, kem për qëllim krejt motrave që vdesin burrat, e që dojnë dinin islam dhe dojnë të mbajnë i detin kohëpritin që ka caktu imamia i madhi Allah Azza wa Jall, e që Zoti ka thonë Kur'an walladhina tawaffawna minkum yadhuruna azwajan tarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10,
Aty në surat al-Baqara atyre grave të cilat të vdesin burrat, ato duhet të presin 4 muaj 10 ditë. E tani thash atje hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se gruaja i detin në saj e që gjatë kësaj periudhe do të mbaj zi gjatë të kohës për vdekjen e burrit dhe vetëm për vdekjen e burrit dhe në asnjë lloj dhe asnjë mënyrë tjetër 4 muaj 10 ditë është një periudhë e prerë e caktuar nga i Madhi Allah. Brenda kësaj periudhe dhe brenda këtij rregulli të idetit kopritjes dhe mbajtjes së zi që thimin në gjuhën tonë është edhe mës martesa respektivisht nuk ka as mahabet për martes e bashkë për që te o nuk përdu me fol tash për martes tane edhe nëse te palu dënë që atje deri sa ta kryshi detin kur ta kryshi detin na lemëran ne tepëm një kshil që shofëm ne tudhës e pastaj të je ajo e cila vendos Allahu të qoftë sabër e gajret ja Rabbel Alemin të afladit zemrën ty e prindërve të burrit tanë sepse nana e babe kanë rënd nuk e kanë lehtë i motër burri kur vdesoj motër mas keqtit lën ty si grua ama zemrën ja thanë nanës e babes nuk e dhimet grus burris e dhimet nanës e babes por nuk e lën keq nanën e babes sa të lën ty kështu që se cila e ka dhimten e vetë. Burri kur vdes e myt gruan e vetë. Por zemrën ja thanë nanës e babes. Andaj do të më kuptu nanën e babën që u ka dek djallë nuk e kanë lehtë i motër. Allahu dhe ty një qoftë sabër e gajret ja Rabbel Alemin aflatit zemrën. Po. Kalojmë tek një çështje tjetër, thot selam aleikum, thot a ka mundësi një njeri që fal 5 kohë namaz dhe të gjitha namazet i fal në xhami të jetë i prekur nga e xhenet? Po, ka mundësi qyshja. Po ka mundësi. Ka mundësi. Po fundje kjo është kader e Zotit, ati kofshim fal. Është kader i Allahut, te bareke ve taala. Po. Një pyetje tjetër, thot selam aleikum, thot profesor, thot për du një këshill rreth disa kapsullave me vaj peshku, thot unë i kam përdor për 2 vite, por nuk e kam ditë që ato 72% po përmbajnë vaj të derit. A e kam gjuna që i kam përdor sepse nuk e kam ditë? I kam përdor për vaj peshku. Po thu vaj peshku e vaj derit. I ka përdor për vaj peshku, ndërkaq sot brenda atyre 72% pas kanë vaj deri. Kështu e. E ke marrë vesh ma vanë? Pas 2 viteve. O shkuaj mesele. S'pas 3 inshallah, Allah të falë, të shkuaj mesele, kry tashmë, po. Pyetja radhës vjen nga një dëgjues i cili e ka dërguar rreth namazit, thot jam në punë, mirë po drekën e fali kur vin shtëpi. Por pasi nuk mundem me fal me kohë përderisa jam në punë, si bëhet niyeti për këtë çështje? Kjo është pyetja e parë. Ndërkaq pyetja e dytë rreth namazit të sabahit, do tashmë me që po zgjatet dita dhe namazi i sabahit bën të falet diku rreth orës 5, ashtu ndërkohë që thotunë në orën 6 më duhet me shku për punë. Me që jam thot këtu në perëndim dhe që jam fillestar në namaz, nuk e di thot se si t'ja bëj edhe nëse jam në rrugë ose dikon ka duhet drejtohem sepse jam fillestar dhe s'po di se me kim loj gëzun, Allah në gjennet qëft. A di geografin? Nëse di geografin e ki let. Nëse nuk e di geografin, mërë një busoll. Tash edhe telefonat e kanë busollën. Telefonat e kanë busollën. Dhe e lyp ka i bjen lindja. Se busolla ta qëtë verin gjithmonë. Busolla do të më kthy ka veri. E pastaj del. Nanën e kondër del jugu. Dhe kthesh nanën e kondër të krejt, ja kthen shpinën verit dhe me fytyr për jugut, sipas busollës. E shtran dorën e majt e ki lindjen në krahun e djathtë e ki perëndimin dhe e bën një hap në të majt e që bie në mes jugut dhe mes lindjes. Nëse s'munja qëllën pështilët ke që po thëmë kjo, atëre i ke do
programet që instalon telefon tregojnë për kibel, ka është kibla, kthehet busolla në kibel drejt. Diko shok të tua atje në xhami ose dikon të mësojnë që me instalu programin për me gjetë kiblen. Dhe çet telefonin dikon rraf shkosht, e të kallzon ka kibla. Rrugës duke shkuar në punë autoban, e nal skaj dikon 2 minuta në skajt, 2 minuta se gjadëve që këthën ka kibla edhe falë veç farzin. Me pas që kiko pak ma shumë e falët sënitin, por jetë pegu veç farzin e falë edhe hip kërme në herë. Kje pun të merë ma pak se 2 minuta. Që kje pun të merë ma pak se 2 minuta. Fyr 2 minuta krejt. Ka që dhe kryve farzin ti. E kryve farzin. Ndërsa punën e drekës, dreka ta zame hynë ora 12. Dhe del në ora 3. 3 orë kiko kur dush me falë dreken. Mundohën maksimum me falë në cëllën dëku 2 minuta veç farzin. E po që se që po thutin bohën punë ku ta diu në spun është në një bënasim njëre tjera, të kalën kiko atër dhët me bo kaza. Po. Nëse si kitë qartë dhe qka, më në me pyta dikan që ke nga të aty, ose më pyta dhe neve, ndash s'ka behane, po. Pyetja radhës është pak e gjatë, po mundona profesor me qenë sa më e qartë. Selam aleikum, thot jam një motër muslimane dhe dua një këshill nga hoxha i nderuar. Nanës time thot i kanë vdekur 2 djem para 32 viteve. Kanë qenë njëri 7 muaj, 7 muaj dhe 5 javë kanë qenë bebe. Tash thot i ka rënë ndërmend dhe po thot unë s'kam qenë kur me i vizitu, zboj dua për të dhe ju ka pjek në kokë se për derisa thot të vdes du me uvoros afër tyre, po du me lanë thot një guri aty që as kush mos me nxan vendin për me uvoros afër bebave. Nana thot është smur, i ka 53 vjetë dhe po më intereson një mendim nga hoxha, a mos po e ndjen thot nana vdekjen afër. Kjo është pyetja e parë, profesor. E pyetja pastaj vazhdon thot edhe unë, thot po du me dita kam bë mirë se i kam thënë kështu. I kam thënë nanës time mos u fikso veç tek varezat dhe me shku me vizitu sepse ata kanë qenë bebe dhe kanë vdek, por lutë Zotin që të mëshiroj dhe që t'ju bashkoj në xhenet me ta. Por më tepër lutu për prindët tu, bën dua për ta, jep sadaka për shpirtin e tyre, sepse ata kanë jetuar gjatë dhe kanë bërë mëkate, ndërkohë që djemt kanë vdekur për derisa kanë qenë bebe dhe s'kan pas mëkate. Nuk e di thot profesora kam bë mirë që i kam thënë kështu nanës, por me një që mos t'i fiksohen gjërat në kokë dhe me shku te varrezat. Tamam, këtë rregull është, po të varrezat me që nanës ka bëhame. Me marr namë që të varrezat sen të keqe s'ka, pa të që e ka thonë të nanës shumë mirë ke vepruar Allah që për bleft. Shehimi i një pjesë, një vendit tokës, dvorrave për më varros atë, nuk po them që është bidat, por nuk them se është e preferuar. Por është e lejuar po, por ju e preferuar. E lejuar po sepse s'ka arsye me ndalu, por ju e preferuar sepse nëse ja nisim në atë tanë shkojnë në ranë po du më arrosh që të atëherë ku të shka ishte cilën vend dësh me cilë vartë të një këtë e këmë rezervun bo është të lashe me njerëz. Për ata rënditja, rënë me barrosjon në mas qetres është metode mirë. Por në gjithate, nëse ka ndo një vend dykon, edhe veç mes djemve se që të është një vend edhe barroset nana ka gjatë keqe. E pse nana po të që po e ndjen vdekin për atë punë ti nuk do të thëtë që e ka vdekin afer. S'ka të bëj kimi atë mesele, nuk ka të bëj. Për se është nana pa qepë se o smut, natyrisht njëri kërë smut, nuk menon që më bë milioner. Po menon që pëshnosh, apo që është do të me dek nëse ka arë koha. Se cilë njeri ballafaqohet me atë që është aktuale, në qatë gjendje. Pra shumë normale njeri cilë është duke hinë operacion, njeri cilë pret me bë operacion, është shumë normale që e me menue që është do tjetë kismuje, fundi saje, vazhdimshmërie, bla bla, operacioni, apë mos për dese, për nëse des kush ke që bojnë me mu, është shumë logjike. Dhe në kundërtën është logjike që ai nuk menon atje që më shku me prashite, me livrua, me dhënë përimi fakultete, me dhënë se ty bëni ka të punë hiç, ose që më bë milioner me shite me bleje. Po në kundërtën, një njeri që është i ri, i shnosh, ka përpara dynjan, ka përpara biznesin, jetën, është shumë normal që ma pak e kujton vdekjen. Dhe merret me shtu punë. Për ata
nuk do të ndërlidh na qastin e njeriut me vdekje, nuk është kush pa çare asnjëherë. Se fundi janë të gjithë dim që vdekja është e sheftet në mënyrë të plot. Askush nuk e din kur ka vdekjen, vetëm i madhi Allah. Mirë, atër profesor, kjo ishte edhe e pyetja e fundit për sonte? Apo mëse po ma bën me dije regjia se e pasme edhe një telefonat, le tjetë e fundit për sonte. Alo? Nëse kemi në linje, pranojmë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Përshëndetje për hoxhën dhe për juve. Faleminderit. Kam një pyetje për hoxhën, po është pak e gjatë dhe shumë shumë histori pak si e gjatë dhe e komplikume, nuk e di ako mundësi me kontaktu hoxhën maksimesionit qitë numër apo në internet një ashtu dikon pyetje na nuk e di nëse ka mundësi. Bële shtash. Po shumë e gjatë, po di qysh me... Ndoshta po... Shpëtoj më të Allah në gjenet qoftë. Profesor, ndoshta po donë me komuniku direkt me juve, mos me qene hapur për gjust. Ndoshta edhe kjo është arsyeja. Bën thërmas të emisionit. Po për arsye se jam gjithë, do thonë, gjithë... Ja, faleminderit, te qëndron linjës të telefono pas 5 minuta, ne po e mbyllim tash se dhe ashtu jemi në fund, pastaj inshallah do të kontaktosh me profesorin në këtë numër ku na telefonove. Atëherë faleminderit shumë, profesor, kjo ishte tëra, faleminderit edhe për juve të nderuar dëgjues, ju falenderojmë të gjithëve për vëmendje, shpresojmë inshallah të takohemi javën që vjen, deri atëherë mirëmbëjtje.